janë shumë të rënda, korupcioni, pastrimi produkteve, mos deklarimi është vepra më e lehtë aty, mos deklarimi pasurisë nga zyrtarët. Korupcioni pasiv dhe aktiv i zyrtarëve të lartë është një vepër që dënohet nga 4 deri në 12 vjet. Pastrimi produkteve të veprës penale, duke ju referuar paragrafëve të mundshëm, është një vepër penale që dënohet mbi 7 vjet. Në rast se nuk shkon ke paragrafi i fundit që është mbi 15 vjet në përvarësi të asaj çka ke pastruar dhe dëmeve që i ke shkaktuar. Por në kushtet përgjithshme është mbi 7 vjet. Mbi 7 vjet. Të gjithë këto element tregojnë që kemi të bëjmë me vepra penale të cilat sanksionin dhe marzhin e dënimit e kanë shumë të rëndë. Për këtë arsye, kushtëzon marzhi i dënimit masën e sigurisë? Është elementi i parë. Shiko, është elementi i parë për jashtimor. Është elementi i parë për jashtimor. Nëse vepra penale që dyshohet dhe për cilën hetohesh, parashikon një masë dënimit të rëndë mbi 4 vjet, po themi. Me njëherë ty të ndizet llamba që duhet të caktosh masën sigurimi, duhet të caktosh një masë sigurimi shtrënguese. Pastaj kalojmë në fazën tjetër. Është si një lojë, Kalon fazën e parë. Faza e parë është që të kalosh ke faza e dytë, duhet të kesh një vepër penale me dënime të rënda. Kaloj faza e parë. Kur shkon ke faza e dytë, do shohësh personalitetin e personit, atë shparaqitur ty në prokurori sa herë ke dashur ti dhe ka shfaqur tendenca të largimit dhe të shmangjes nga hetimi. Faza e tretë, a ndikon në provat që ti do marrësh nesër e tutje pozicioni i personit, sigurisht që në rastin konkret ndikon, pa ndikon për që në arrest në burg apo arrest shtëpie, unë e them prapë që unë e përsëris jam me rezervë që mund të ishte edhe një arrest shtëpie mas e përshtatshme. Kur thua arrest shtëpie flet si avokat apo si prokuror? Jo, flas dhe si prokuror. Sepse të flasësh për një kryetar bashkie të zgjedhur nga qytetarët. Për faktin e thjesht që ti nuk e pezullon dot nga detyra se nuk të lejohet ta pezullosh se është i zgjedhur nga qytetarët me votë të drejtë për drejtë, atëherë mund të izolosh me arrestin në shtëpi që ai mos të prek. Këtu ka dhe një paradoks tjetër, po vetë prokuroria e posaçme e ka lejuar, megjithëse është në arrest në burg, e ka lejuar të kryejë veprime administrative si kryetari i bashkisë. Po do flasim më pas tek ato element, por të ezaurojmë pjesën e akuzave. Dhe pjesa e akuzave duhet të theksojmë që është dyshimi i parë që prokuroria e posaçme ka të dhënat e Nesti Angonit, ka dhe të dhënat e mbledhura nga vetë hetimet e saj, që krijojnë dyshimin e arsyeshëm që janë kryer këto vepra penale.